Në fillim të këtij viti, rreshjet e dendura të shiut që përfshin territorin sollën përmbytje nga përroji i thatë, duke izoluar fshatrat Kamic dhe Flak në malësi të madhe. Kur po mbushen afro 3 muaj nga kjo situatë që bllokoi 250 banor të këtyre fshatrave, në terren nuk është kryer asnjë ndërhyrje. Banorët shprehen se gjatë dimrit përroji del nga shtrati si pasojë e prurjeve edhe 3-4 herë në vit, duke i detyruar të bëjnë kilometra të tërë drejt Bajzës për t'u lidhur me qytetin e Koplikut. Ata kërkojnë ndërhyrje nga pushteti vendor, pasi situata sa vjen dhe bëhet më problematike. Për ujën e kena problem me thonë qashtë. Quhet proni aty, mirë se quhet proni, rrima ka jojnë aty makinat e të tona me gazep dolin një zitanena. E mirë është ajo për popullin e për gjithë kanë mu baje urë. Po i shola nërshon shteti, ose marrin me këta që i kanë, edhe bëhet diçka për popullin e për gjithë kanë. Urë s'ka pas më urë. Urë s'ka pas e proni quhet 3-4 herë në vjetë. Quhetën pranverë, quhetën dimën, quhetën gjithë shka ta shtohen. Ja 10 herë në kanë thonë, jeshtu se shash me thonë për rejnë, nuk për flasat e fjallë. Aty thonë njerëzit për shembull, jo pe e bëjmë sot, jo pe e bëjmë nesër, jo duhet mu bë këtë, po vjen fond, s'po vjen fond. Problem është, i fije ujë mu qua, ka mundësi menimin e shtetit të gjithë kush me baj gëjmë urje tu, se rrinë 3 mahall blokohen. Do të me ra me shkua gati në Bajzë, mu këthy me shkua në qytet Koplikut. Mene mundësive, ka mundësi. Ashtë shumë e nevojshme. Për ma ashtu, pritën e kanë bo mirë bo, për blokohet rruga. Fëmija do të me shku në shkollë. Blokohet, i njeri smur, i diçka. Mene mundësive është kjo mu bo. Ata do të me e bon, për se bojnë asë kanë mundësia, hajde dhije. Se me nevojë, ajo është e domosdoshme, se për shembull tash na mesim je këto, prej janë nuk janë shumë metra veç. Por s'mo ne bojnë bela, hajde dhije. Styrë për bashkin mujt me bojnë atur, valla mirë kishin me bon. Me mujt me bojnë atur. Se për shembull me ardhi pruj vogël aty nuk mundën me kalu makinat. E bllokohen barabar. Ne boshin e bon dhe se bon, se janë ura që janë ushtarake që i bojnë për zotën. Edhe në majët vërmoshit i kanë godit e këto. Ja. Bashkia e Malësisë së Madhe deri më sot, përveç masave në periudhë emergjence, nuk ka kryer asnjë ndërhyrje tjetër, me një projekt që t'i jap zgjidhje përfundimtare kësaj problematike, që rrezikon të përsëritet sapo të nisin rreshtet e vjeshtës.